Vuani nga nervi shiatik, kjo është receta naturale që do ju shpëtoj një herë mirë. Qepa. Qepa mund të mos ketë një aromë të këndshme, por përbërësit e saj luftojnë inflamacionin dhe e zbusin irritimin e shkaktuar tek nervi shiatik. Masazhojeni zonën e dhimbjes me pjesën e brendshme të gjysmës së qepës duke formuar lëvizje rrethore për 10 minuta. Këtë masazh duhet ta bëni 2 herë në ditë. Gjethet e lakrës. Vlerat terapeutike të lakrës janë funksionale dhe kundër simptomave të nervit shiatik. Ngrohni disa gjethe lakre dhe vendoseni në zonën e dhimbjes. Mbajini për 10 minuta dhe nëse është e nevojshme përsëriteni këtë 2 herë në ditë. Vaj i xhenxhefilit. Vaji esencial i xhenxhefilit lufton inflamacionin. Hidhni pak vaj në pëllëmbët e dorës dhe masazhoni zonën që ju dhëmb. Masazhi duhet të zjasë 8 deri në 10 minuta. Këtë masazh duhet ta bëni çdo ditë derisa dhimbja të largohet.